Ky është udhëtimi që duhet të bësh të paktën një herë në jetë. Ka disa udhëtime që e bën thjesht për pushim, por ka edhe udhëtime që të ndryshojnë. Kairo është njëri prej tyre. Nuk ka asnjë video që të përgatit për momentin ku del përballë piramidave të Gizës. Ato janë shumë më të mëdha dhe shumë më imponuese se sa duken në çdo foto. Dhe në atë moment e kupton pse ky është një udhëtim që duhet ta bësh të paktën një herë në jetë. Pastaj vjen Muzeu i Ri i Egjiptit, një nga muzeet më modern në botë, ku sheh thesaret e faraoneve, statuet origjinale dhe gjithë historinë e Egjiptit të lashtë të shpalosur para teje. Është vendi që të bën të ndjesh se po prek mijëra vite histori, por Kairo nuk është vetëm e shkuara. Është dhe përvoja. Një xhiro me deve pranë piramidave është një nga ato momente turistik që në çdo qytet tjetër do të duke klishe, por në Egjipt është totalisht magjike. Dhe nëse do diçka më të veçantë, bëj një udhëtim me varg në Nil natën. Muzikë, drita të qytetit dhe ajo ndjesia e qetësisë që nuk e gjen askund tjetër. I përket ushqimit, Egjipti të surprizon. Koshari, falafel, pita e freskët dhe ushqime shumë të shijshme dhe ekonomike. Në Kairo shikon tregje plot jetë, rrugë që nuk flen kurrë, histori në çdo qoshe dhe një kulturë që të mbetet gjatë në mendje. Nuk është thjesht një udhëtim, është një përvojë. Nëse ka një vend që duhet ta vizitosh të paktën një herë në jetë, është Kairo. Dhe ky është një nga udhëtimet që nuk e harron kurrë. Ndaje këtë video me dikë që dëshiron të vizitosh Kairon dhe më ndiq për më shumë video rreth udhëtimeve.